Dorëhiqet drejtuesja e Spitalit Rajonal të Vlorës Brunilda Mersini. Dorëheqja e Mersinit ka ardhur për shkak të kandidatimit të saj si deputete në Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e 11 majit, teksa është pjesë e listave të hapura të Partisë Socialiste. Mersini cilësohet si një nga drejtueset më e gjata të Spitalit Rajonal të Vlorës, institucion që ka drejtuar për gati 10 vite. Pas vendimit për dorëheqjen nga Mersini në krye të Spitalit Rajonal të Vlorës, është komanduar mjeku kirurg Florant Bushe. Brunilda Mersini ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i Spitalit Rajonal të Vlorës. Vendimi për dorëheqjen erdhi pas kandidimit të zonjës Mersini për deputete në listat e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Përkohësisht është komanduar në krye të Spitalit Rajonal mjeku kirurg Florant Bushe, i cili tashmë ka marrë edhe drejtimin e këtij institucioni të rëndësishëm të shëndetësisë në Vlorë deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Dorëheqjen e ka dhënë edhe drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë, Endri Hyseni. Edhe Hyseni është pjesë e listës së hapur të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës për zgjedhjet e 11 majit. Pas dorëheqjes së Hysenit në krye të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë është komanduar Paulo Rapaj. Deri më tani Rapaj ka mbajtur detyrën e përgjegjësit të sektorit të ushqimit pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë. Për shkak të kandidimit për deputet jep dorëheqjen edhe drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë, Endri Hyseni. Paulo Rapaj, përgjegjës i sektorit të ushqimit, është komanduar në këtë detyrë. Sipas kodit zgjedhor, drejtuesit e institucioneve apo çdo kandidat tjetër që garon në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë do të duhet t'i japin dorëheqjen nga funksionet që kanë mbajtur përpara nisjes së fushatës elektorale për të mos ndikuar tek votuesit. Gjithashtu, në radhët e Këshillit Bashkiak të Vlorës janë edhe disa kandidat të forcave të ndryshme politike që në këto zgjedhje garojnë për deputet. Megjithatë, ata nuk e dorëzojnë mandatin, por do të tërhiqen përkohësisht nga mbledhjet e Këshillit Bashkiak, duke mos qenë prezent, ndërsa vlen të theksohet se nëse ata e fitojnë mandatin e deputetit pas zgjedhjeve të 11 majit, japin dorëheqjen dhe zvendësohen nga pasuesit në listën e subjekteve të tyre politike.